ngjarjet historike trajtohen vetëm për momentin që ndodhen. Por çdo herë ka një lëvizje, ka një rrugtim të cilën nuk mund të shkëputen nga njëra tjetra. Nëse shohim aspektin historik të shqiptarëve, pothuajse në çdo dekadë ka një lëvizje që e bën gjallë një frymë liridorëse. Cila ishte lëvizja që mendoni në rrugtimin e shqiptarëve pas luftës së dytë botërore, që si piknisje drejt artikulimit të lirisë? Faleminderit, është shumë e rëndësishme, edhe vështirë faktikisht për më përgjigj këtë pyetje, për shkak se këtu ka një mëri faktorësh. Po unë summa summarum, faktorin kryesor kyç që i lidh edhe e mban gjallë identitetin tonë pikërisht është figura Skënderbeut. Unë nëse më lejoni duhet të bëj vetë një digresion me Antonio Belushin, pata rast në përvjetorin e 2018 vitin e Skënderbeut, në Zvicër një simpozium shkencor ishim, edhe e pyetën pse ju arbresht e keni ruajtur në identitetin, tha shumë e thjeshtë. Kur lind tha fëmijët e ne, lind me këngë Skënderbeut. Kur martohet me këngë Skënderbeut, edhe të varë e përcjellet me këngë Skënderbeut. Ne tha e kemi arritur me bajt që jetojmë me Skënderbeut. Faktikisht, nëse ata kanë qenë një formë aristokracia, edhe kam rri me e rujt identitetin e vet, një vend i cili shumë lehtë i ka asimilu popullata të tjera jo vendore, për shkak logjikës së rrëmok të tutje këtej, atëherë muj me thonë që kjo është një mrekulli në vetë se si kanë rrimë jetu, po kanë jetu me Skënderbeun. E unë konsideroj se çdo gjë që është bë, edhe zhvillimet e ngjarjeve vitit 68 që e kanë pikësuar flamurin e Skënderbeut, edhe me ardh këtu pa i përmend këto të tjerat, edhe betimi i ushtarëve dhe gjaku i derdhën, edhe i familjes së Ashaj me qenë si jemi në epopenë e tyre, është pikërisht e Skënderbeut. Edhe ai strumbulloi, ajo urlidhja, ajo forca centrifugale që i bashkon gjithë shqiptarët është pikërisht Skënderbeut. Po nuk jetum neve me Skënderbeun. Po nuk e vlerësum neve atë gjakin rëkeqe derdhët me si lum që 600 vite, po folë edhe para Skënderbeut pak, edhe tutje, po mirë, pa është emblema kryesore e shqiptarisë për mua Skënderbeut, do të jetë vazhdimisht. Përderisa ekziston Skënderbeut, do të ketë shqiptar. Po nuk ka, do të ketë shqiptar.